Knatja u duk sikur nuk qelloi me ato blerë që bëri në merkaton e verës apo të dimrit, megjithatë ishte skuadra që kishte dy formacione të gatshme për të luajtur. Dhe paktën deri tek ndeshja me Partizanin në Kupën e Shqipërisë që u mund 1-0 në gjysmë finale, e ka bërë të gjithë kampionatin në mënyrë perfekte. Do më thonë, ruan të njëjtën fizionomi, ruan të njëjtën statu quo, ruan të njëjtin trajner dhe nuk bën asnjë lloj lëvizje, vetëm se mbetet atje në majtë renditjes. Je kryesues që ka fillim deri në fund, më seriozi, dukshëm. Formula është e tillë që prap do varsh nga ndeshja. Po, kjo për është e keqja e kësaj formule që nxerohet të gjithë kontributi që ke bërë në 36 javë. Një ndeshje, mund të luhet në shtëpi, po prap 90 minuta është. Mund të kishte avantazh 50-60 pikësh. Në atë ndeshje do shkosh ose me dëmtime ose me nuk e di, po kartona. Në Evropë ne mund të jemi shpikësit e formulave që ndonjëherë nuk i vlen futbollit. Gjithë ruajnë kampionatin me 2 faza dhe bie dhe del kampion pas 2 fazave të rregullta dhe kampionati është i rregullt, jo se nuk ka tolerime në Europë, por jo kaq dukshëm sa që bëjmë ne.